Është vërtet një ditë e trisht, jo vetëm për ne lushnjarët, qytet ku Margarita Xhepa lindi, u rrit dhe filloi karrierën e saj brillante në kinematografi dhe në teatr, dhe më pas, fal talentit të saj, ajo u bë e njohur në mbar skenën kombëtare dhe ndërkombëtare, do të thosha. Me qytetin e saj të Lushnjës, ajo ishte mjaft e lidhur. E thoshte me mburrje kudo, jam vajzë lushnjare. Jo më largë se vjetë, ne në kinoteatrin që mban emrin Vaçezela e kemi patur prezent të madhen Margarita Xhepa në një bashkëpunim midis shoqatës Patra në Greqi dhe Margarita Xhepës, dhe dëgjuam legjenda e Butrintit, kur ajo aktroi si për herë me mjaft mjeshtëri dhe bëri të gjithë sallën të drithëronte. E tillë ishte Margarita. Ajo jo vetëm e interpretonte rolin, por ajo e jetonte me shpirt. Kudo ku kemi marrë pjesë, në teatr apo edhe në filma, ajo të drithëronte, të emociononte, të gëzonte. Nuk kam fjalë, më thënë, roli dhe shpirti ishin një. Më thënë, ne e mbajmë mend atë të spikatur në role të veçanta që mbeten në memorien tonë dhe sot e kësaj dite. Margarita Xhepa, për mendimin tim, nuk shuhet kurrë, sepse disa njerëz vinë në këtë botë për mos ikur kurrë. E tillë ishte dhe Margarita. Ajo me rolet e saj brillante do të mbetet në çdo familje, jo vetëm lushnjare, por edhe shqiptare. Mirënjohje pafund veprës saj e pa harruar qoftë për jetë. Arti dhe kultura shqiptare sot janë në zi, sepse ka humbur një nga ikonat e artit dhe të kulturës, të kinematografisë, të teatrit, që i ka dhënë kaq shumë këtij vendi. Ne në Lushnjë jemi krenarë sepse është një artiste e madhe që ka dalë nga ky qytet, nga Myzeqeja, dhe që ka përfaqësuar më tej gjithë kombin shqiptar, ngushëllime familjes, dhe emri i saj tashmë është i paharruar, jo sepse kështu thuhet gjithmonë kur njerëzit largohen nga kjo botë, por ajo është e skalitur në dhjetra, madje në qindra role të teatrit dhe të kinemas shqiptare, dhe në këtë mënyrë do të jetë e paharruar për shqiptarët, dhe gjithmonë një krenari për Lushnjën.